Përshëndetje dashur të ndjekës tonët, ata që na shohin në Në të gjitha rrjetet Spotify, YouTube, e ta bëjmë këtë pjesën se Bëj. Zonja Zotrin, jemi këtu në një puntat, një episod të papar, sepse ne e dim se si do shkojë ky muhabet. Jemi me një zonjë të nderuar e cila është një figurë mjaft e pëlqyer edhe në publik edhe në popull, po themi, nëse përdorim këtë term. Dhe ne me zor po presim që të ndajmë një bisedë të ngrohtë me të. Ladies and gentlemen, Jorida Tabaku. Shumë faleminderit Jorida. Faleminderit. Mirë, këtu ka shtëpia juaj shumë mirë deri tash. Që ta dini ju, ne bëm një hyrje tjetër që parë, po e ndërprem për shkaqe teknike, kështu që shkaqe teknike ishin se ka ra bomba këtu përpara studios ton, po gërmojnë. Kemi një asfalt elektoral, quhet. Tamam asfalt elektoral. Është i fadron këtu. Po sigurt Boris e zgjedhej një herë në vit, për zonë që kishte ecë para Shqipëria. Imagjino mos e janë 6 muaj. Ishte bë kështu rotacion. E çuna po ju le të flisni vetë e politikën gjitha, faleminderit. Nga që ka thënë Renisi se do flasim shumë për politikë. Jo, shumë tha, ishte kënaqësi, ju falenderoj nga zemra. Me qëra fjala, ku ishe sot si ditë angazhimesh? Vi nga i takim me biznesin, diskutuam për taksat, për ekonominë, për çfarë do bëjmë ne ndryshe për qytetarët. Kam folur shumë për ekonominë, dua të flas akoma për ekonominë, se mendoj që na prek gjithëve. E ke edhe pasion, a? Ke çik pasion? E kam pasion përveç pjesës që un kam studiu për këtë, më duket i gjë që të lidh me njerëzit. Për shembull ti mund të flasësh për çfarë dush në politik, po kur shkon edhe flet për dikë dhe thot, ti ke fol për pensionin, se unë e vërtet që çmimet janë rrit dhe mua më ndiko. Lidhesh me njerëzit, është një gjë që besoj që është konkrete. Si është shpreha koshët e volës, mirë, po paret ku shkon. Ajo Macron live. Po falë, kjo nuk është kompetenca ime, thoj. Edhe këtë e thatë shumë mirë për politik, pa bo politik. Po tamam. Po Jorida sa veta kanë staf tash pjesa fushatës, se jam kurioz, se njerëzit do ndin këto gjona, ato detajet e vogla këto. Shika, un kam një vajzë, një djalë që punon me mua në çdo moment, se un jam deputete në parlament, ato janë pjesë e grupit parlamentar që janë rrit me mua. Ato kanë qenë të vegjël, edhe unë çik më vogël. Edhe janë rrit bashkë me mua, është Anita me Xhotin, edhe tani na janë bashkuar edhe shumë vullnetar të tjerë në fushat. Për shkak kur kam parë që un kam të rinj, ne kemi krijuar një grup shumë të mirë me të rinj, edhe sigurisht kemi edhe shumë njerëz të Partisë Demokratike që punojnë gjithë ditën me ne në terren. Numër specifik s'di të them, kurse ke Po, ke shtabi im, ke grupi që punon me mua ngushtë, ne jemi 6 veta, që punojmë intensivisht, duke se punojnë 100 veta në fakt, po 6 jemi. Do me thënë si ndahen, secili ka të vetët, staf teknik. Secili ngrej shtab të vogël që ndihmon me rrjetet sociale, me lëvizjet në terren, plus edhe kjo fushata është ndryshe se mund të jesh në një zonë gjeografike, po duhet të kesh kontakte me gjithë Tiranën. Po, çu vullnetarisht. Këto janë me dëshirën e mirë që të ndihmojnë mua, janë vullnetar. Bravo qoftë atë, pasën bindje. Po se jo vetëm këto, tash edhe gjithë njerëzit të partisë janë vullnetarë, bëjnë me shpirt, është gjë që e kanë me pasion. Patjetër. Po kështu keni çik konkurrencë me njëri tjetrin, ju. Unë me stafin tim. Kandidat të tjerë. Shaka. Shiko, jemi brenda një familje, brenda një çatie, dhe besoj që kemi konkurrencë për të marrë votat e PD-s, po unë besoj që është konkurrencë e shëndetshme. Kuptoj. Nuk më duket konkurrencë e dëmshme. Dhe secili përpiqet që të tërheqë sa më shumë. Për shembull, unë mund t'i flas profesionistëve të lirë, meqense kanë fituar atë betejën gjykatë kushtetuese, që si flet dikush tjetër. Edhe përpiqem që secili të zëjë një hapësirë që tërheq vota elektoratit që i drejtohet. Super. Qartë. Pëlqeu pyetja këtu. Desha me vazhdo dhe unë pyetje tjetër, po për momentin po më ke thënë jo politik, kështu që. S'është më politikë, se politika është shumë më e ftohtë. Kjo është më rivalitetin brenda llojit. Jo, po njerëzit janë kurioz, për shembull se ti do shkosh ke se nuk është mos i atëre me zona, kupton që ti ke zonën tënde e vetëm ti aty. Do shkon ke Renisi, do vi dhe i tjetër ke Renisi. Do vi gjente ke Renisi. Kupton ti do thosh, po ky më dha. Pse dole dhe ti? Renisi. Pse po ky ke Renisi gjeti me shkut, atë Renisin e kisha unë për shkakun me taku. Pse do të shkoj edhe këtu? Kupton, janë këto. I çike vështirë me u menaxhuar terren. Se i bi që të shkojmë ke të njëjtët persona, të njëjtën zonë gjeografike, po është hera parë që testohet, do shohim se si do duket. Unë për vete jam për një sistem që më lidh drejt për drejt me Renisin. Që Renisi e di që këtu ku unë banoj, do më zgjidhi problemet kjo deputet dhe ky është sistemi magjoritar. Siç ka qenë dikur. Po, votimi drejt për drejt. Unë mendoj që do të thonë trit edhe përgjegjësinë, trit edhe ndërgjegjësimin që
unë të kam votu, hajde këtu ke zona dhe bëj këto ndryshime, kurse kështu është pak më qytetarët ta drejton gishin ty. Është pak organizimi të organizuar që do shtyhet. Njërita të kthehemi në fëmijëri, ta fillojmë. Do të çik pauzë kjo pjesë. Po mos kujtoni se do të themi. Ju e dini. Ku ka lindur Rita? Ku është rrit? Un kam lind me një shtëpi të vjetër tiranëse, ke rruga Fortuzit, përballë shkollës Derada, ku kam bërë shkollën, me një obor gjatë, me hurma, jo me caraca. veç banjo ka qenë jashtë. Edhe brenda edhe jashtë, të dyja. Jashtë lerin misht. Se ka qenë ai përkufizimi për këtë shtëpi tiranëse. Po, që do ta kesh banjon jashtë. Klasik i vjetër. Dhe jam rrit me 2 familje të mëdha tiranëse, Tabako dhe Turdiu, me shumë shtëpia private, me familje të mëdha. Jemi mësuar që të jetonim me halla, me teze, me gjyshër në shtëpi, që fëmijët e mi se kanë sot, me thënë drejtën, po që më ka ndihmuar mua që ta dua më shumë qytetin edhe ta duaj çik më shumë të vjetër, ndoshta edhe nostalgjike, po ashtu e konceptoj një fëmijëri të bukur. Ti ke edhe vllajën e di që ke. Po unë kam një vlla. Përveç fisnikut ke. Kam edhe një motër që quhet Lorna që jeton jashtë, që është pak më e vogël se ne. Fisniku është 1 vit më i vogël, Lorna është 7 vite më e vogël. Ti je më e madhe me fjalë. Unë jam më e madhja, po. Në pyetje tjetër për Kush ka ndikuar në formimin tënd? Ke pas ndonjë ndikim shumë nga familja? Ka ndikuar shumë mami. Mami ka qenë e përndjekur që nuk i arrit dot që të merrte drejtën e shkollimit. Edhe unë jam përpjekur që ato gjëra që si bëri ajo ti bëja unë. Unë kam pas 2 teze që i kam shumë afër në moshë. 5 vite diferencë, 6 vite diferencë. Ke si shoqe? I kam shoqe. Edhe më kanë ndihmuar shumë, jo vetëm për muzikën, për librat, për shoqërinë, po edhe për botë kuptimin. Edhe shumë njerëz tjerë që ti fillon edhe i njeh gjatë jetës, pastaj të formojnë edhe bindjet, më kanë ndihmuar shumë leximi. Domethënë kam lexuar shumë e re, shumë e vogël. Nga që unë kam lind jam rrit në një familje profesorash matematike, të gjithë familja Turdiu ishin matematikë, ti fillon edhe mëson për të lexuar, edhe fillon dhe i lexon ato libra si detyrim dhe pastaj thu pritur se më pëlqeka. Dhe fillon edhe rritet kultivohet me ty. Ke Derada ke po shkollën? Shkollën e kam bërë ke Derada, që është njësh si Partia Demokratike, si shkolla. Sa kazën politike. Jo. Kurse gjimnazin ke Samiu, që është po njësh i gjimnazeve. Samiu po, është vërtet. Ke Samiu kam bërë dhe unë. Po shiko pra? Qa nostalgjish. Unë më mena të shkollën e vjetër, edhe ku lushin futboll kjo borri. O Renis, unë pata, do më thënë, gati sa nuk qava kur u shem Samiu. Gati sa nuk qava kur u shem shkolla, do më thënë, se nuk du fare ta bëj politike. Po mire, kam bërë më të bukur, me thënë. Po nuk ka rëndësi fare, do më thënë, rëndësi ka shkolla kujtimet tona, rinia. Jena të njëjtën linjë, po them se thush edhe për teatrin kam përshtypjen, pra që është i godin me cila ka vlerën e vet ashtu siç është. Shkolla të bukura ti mund të bësh kudo në Tiranë, mund të bësh edhe jashtë qytetit, edhe pak më të mëdha, po mendoj që duhen rujt shpirti i ca gjërave, që nuk sado e bukur që ti jeti godin nuk ta transmeton asnjëherë, edhe kujtimin dhe memorien, edhe ato originalitetin që duhet të ketë. Pak edhe jashtë në botë. Në përgjithësi ruajnë, thjesht i restaurojnë, nuk është se i kur fillon pjesa e qytetit të ri bëhet në periferi, për shembull ato ndërtesat e vjetra. Duket se edhe Genti që ka jone. Varet. Po ndajmë sa mendimet njëjta këtu. Unë jam gjithmonë opozitar të drejtën. Por jam gjithmonë për ndryshim. Momentin që s'mban më uji pilafi, jam normalisht për ndryshim. Genti që ti gjithmonë jone, domethënë i bie që ti auguri keq. Që mos fitoj BD. Ka qenë gjithmonë opozitar. Për momentin thonë jam për ndryshim. E paçëm Genti sa më shpejt kundërshtar. Po shkolla, ç'a kujton domethënë? Kë pjesë të të kaluarës tënde mban mend dhe kujton për mirë? Më shumë, ke më shumë nostalgji. Unë, domethënë si gjithë fëmijët e brezit tonë, ne jemi rrit me shumë dashuri. Dhe me thënë drejtën periudhën e gjimnazit unë kam më të bukur. Unë sot akoma kam shoqërinë e gjimnazit. Ka qenë një periudhë jashtëzakonshme, kemi pas dhe 97-ën mes, ne? Do të thënë kam qenë vit 3 kur ka qenë 97-a, ka qenë vit i vështirë, po kanë qenë një shoqëri që edhe sot neve ndajmë. E jashtëzakonshme, energjia, optimizmi, ti shikoj të rinj, jo si sot që i shikon me pesimist, pa shpresë edhe ke politika. Ne kemi qenë gjithë të angazhuar politikisht. Sa më njëti ka, ca më ka e tjera. Fakt brezëri është më introvers, shihet se është më introvers. Edhe teknologjia ka bërë vetëm. Ka bërë pak më individualisëm, më të larguar, më pak
domethënë më të mbyllur. Kështu e kam pak të kohë, edhe nga angazhimi politik ti takon shumë të rinj. Po pse mendon se brezi i ri nuk merret më me politikë? Mos ndoshta ka humbur besimin? E mendoj që ka ndodh. Domethënë, i shef skeptik për politikën, gjithsesi jeni thonë. Në fillim, domethënë vitet der kur kam mbaruar gjimnazin, duhet më thon kur e mbarova, se kuptohet mosha apo? Jo, s'ka problem, nëse ke problem ti. Po ka shumë ofrosat e 98-s. 98, orientova vet. 98 kur mbarova unë. 98 kanë qenë akoma vitet e para të tranzicionit. Edhe njerëzit kishin shumë shpresë. Kishte edhe energji më pozitive. Shumë gjëra ndodhen edhe njerëzit janë bë pak më pesimist. Për shembull, është fatkeqësi që shikon të rinj dhe thotë që s'merrem me politikë, s'du të merrem. Ose du t'i jashtë. E thon shumë të. Shumë. Është shfaji politikës, po ka qenë edhe mangësi e opozitës, opozita siç thot Genti, duhet të japë shpresën. Opozita duhet t'i bëjë ato që të përfshihen në politikë. Pikërisht nuk ndjen përfaqësuar. Në farë mënyre. Kjo është. Po muzikë gjën. Tani, se para se po të fillonin këtu po ja u tregoja me që se ta marrim vesh dhe njerëzit. Ka ndryshuar domethënë me kalimin e viteve lloji muzikës? Pak, tani do të tregoj te Spotify se e kam si hobin tim, domethënë un heci shumë gjatë ditës, edhe për ta mbajtur veten aktivitet fizik, po edhe në përditshmëri kam filluar që heci se s'dilet më me trafikun e Tiranës. La liku trafiku ngeli. Dhe dëgjoj muzikë dhe kam një folder që e ka bëjë më shoq Sajmiri, që e kemi share të dy, dhe thot Jorida plus Sajmir këtu, dhe këtu kemi kryesisht Venerën me Lindin, këtu kemi edhe ca gjëra për shkakun që dëgjoj një herë Kalamajt. Po Renisin se ke? Ja, po priti sekond, Renisin nuk e kam, Sandrin e kam. As Gendi se ke? Po Gendin jo. Jo, Gendin jo. Mos e vona botë çefin, kam Lindin, Venerën, Sandrin. Kam Sandrin. Kam Adelën. Kam e përshëndesim Adelën. E përshëndesim megjithëse mbaroi dhe un kam shumë ligabuen. Për shembull, një nga këngët e mia të preferuara është Çertenoti, kur e dëgjoj kur dupa kanë energji pozitive. Kam edhe Vaskon. Vasko është një nga të preferuarit e mi. Super. Ka një këngë shumë të bukur ai me një videoklip me një vajzë që kërcen kështu gjithë Rewind. Po, Rewind, ajo më duket mua gjëja, domethënë për kufizimi lumturisë, më duket pikërisht aty. Dje po bënim ca foto për tje se fluturojnë ditës se majmen ose u plakam. Me këtë fotograf, me këtë fotografën dhe më tha si do që të sjell në good mood, tha. Edhe i thash ligabue, pse njifte. Thash, këtu e kuptova që jemi plak, nuk ka mundësi. Paska qenë brez i ri. Ne jemi brez i funit që ndoshta dhe kemi një gjuhë. Ka pas më shumë impakt o këngët italiane para një 15 vjetësh. Ne kemi qenë një çik si më të mbyllur. Shikon në gjimnaz. Interneti ka bërë vetën. Ne në gjimnaz kemi qenë brezi i Kurt Cobainit. Domethënë masivisht dëgjoj se ti po ne po. Domethënë kemi dëgjuar masivisht. Ndonjëherë domethënë po kanë qenë. Po. Ndonjëherë domethënë merri edhe çik se ato nuk janë kaq shumë optimist. Ja, po tjetër. Edhe pak energji kështu dark. Mund të vitë në njëri është mosha. Kur je adoleshent vazhdon e shefi çik ka shumë adoleshent që shohin çik më me pesimizëm të ardhmen. Domethënë kur je në atë periudhën e kalimit në fazën e pubertetit. Shumë delikate. Është çik ka shumë që e shohin me pesimizëm dhe pranë zhyten kjo muzika dark ose muzika grunge, mendoj. Ne kemi dëgju, po nuk më ka zhyt atëherë pesimizëm. Nuk e di. S'kam kuptuar si llaf. Pra ne mund ta kemi dëgju për atë arsye. Ose dëgjosh se dëgjoshin gjithë, po nuk e di. Se kjo puna brezave, kush e pa, keni pa dhe serialin e pashun këtë adoleshencë. Fillova ta shohun, po. Ajo që është e gjitha filmuar me kamerë. Po. Ai tregon të gjithë problemin social që po kalon bota, që edhe ne patjetër, që mos e lidhim me problematikat e Shqipërisë, edhe Shqipëria ka pas pak. Është jashtëzakonshëm. Ka që lidhet edhe me muzikën që dëgjohet, me komunikimin që kanë me njëri tjetrin, këto bullizime dëgjohen dhe që pa. Unë fillova që ta shoh dhe ndalova para 2 netësh për arsyeën e vetme se ai djali ishte 13 vjeç. Edhe unë kam fëmijë, domethënë shumë afër me moshë, jo, edhe u friksova se kur i shef gjërat me perspektivën e fëmijëve, thash o zot çfarë bote. Ai është si mësim për leksion për prindrit, për
Duhet ta shoh thotë, ta vazhdoj. Sidomos ti që i ke fëmijët në atë moshë. Unë nuk shkoj përgjithsisht nëpër klube, se domethënë ka ritëm tjetër jeta mbas fëmijëve, sigurisht që për kënaqësi dalim. Ma tha dhe çfarë? Ma tha dhe para dhe pas, po kam shkuar për vitrinë, ne mblidhemi me një grup miq që janë nga Tirana Fanatics që të gjithë, që është arsyeja që unë njoh dhe Renisin. Dhe një herë në vit, domethënë është ajo festa e fanatiksave në janar që kanë ato përvjetore dhe mblidhemi të gjithë për darkë, edhe shkum në klub. E unë ngela pa fjalë nga një ambient që pash aty dhe ti shqetësohesh për fëmijët. Dhe kur pash dhe këtë filmin, pastaj thash duhet patjetër ti shohim se çfarë mund të bëjmë më mirë. Domethënë duhet të ndryshojmë diçka. Duhet parë ose gjëroj. Po këtë balancën midis karrierës e jetës personale si e mban, domethënë. Tash të them që i bëj gjitha mirë të gënjej. Se është vështirë. Është shumë e vështirë. Kur fëmijët kanë qenë çik më të vegjël, nuk kuptonin shumë, edhe sigurisht që ti ndihesh në faj çdo moment. Edhe ishte çik më lehtë ndoshta që ta anashkaloje këtë pjesë. Të mungon dashuria, të mungon pjesa që nuk je me to. Mu tani më kërkojnë llogari. Pse erdhe gocat po shkojnë 8, janë 7:30, çuni 5:30, pse erdha me vones, ku isha, ku takove, kur do vish, pse nxore te Facebooku më than që po bënin petulla bashk. Se i kishte thënë zysha që sa mirë i bëshit petullat, i kishin thënë dy shoqe. S'kan qef me dal. Nuk kanë qef, i ka mësu babi, me thënë drejtën, se ne babin e kemi shumë privat. Mos janë influencu nga babi. Babin e kemi shumë privat. Është ndjej një faj që nuk ikën asnjëherë. E di. Kalon koha. Po komunikon shpesh me fëmijët, ulesh. Ne ndoshta biseda serioze, s'ka ardha akoma në moshë. Kemi filluar të bëjmë biseda serioze. Kemi filluar që të bisedojmë ato për shumë gjëra. Komportimi shoqëri. Kemi pas bisedë për lekun, kemi pas bisedë për vlerën e paras, se për shembull kërkojnë që ti blesh du këtë, dua të që ti kuptosh që neve punojmë, që lekët nuk dalin vetë nga bankomati. Se për shembull kur them unë s'kam lek me vete për shembull të blej diçka ose nuk duhet t'i blejmë se nuk kam lek, shko atje se dalin nga bankomati. Më thanë para ca kohësh. Dhe i shpjeguam se si dalin lekët nga bankomati. Është mirë fakti ja përshi një drejtim logjik edhe për vlerën e paras, për ndonjëherë edhe për komente ndaj të tjerëve, për celularin, për televizorin, për familjen, për shumë gjëra, po si biseda fëmijësh, se sigurisht që nuk janë të rritur. Në këtë moshë që fëmijët, në telefon si është? Të pyesja dhon fakt. Ja kemi dhënë, ja bleu babi kur mbushën padet, kur mbushën gocat 7 vjeç, sepse gjithë fëmijët kishin për vitri. Po, janë klas 2, kishte ca prindër që kishin dhuru fëmijëve Minecraft për vitri, që unë se disha ishin Minecraft për vitri. Minecraft është lloj loje, ku do të ishte lloj loja dhe prindrit i kishin ble pik për kjo loja dhe nëse dinim këtë gjë, domethënë. Edhe ne vo detyruam, po Sajmiria ka menaxhuar me kohë. Domethënë, ajo kur kalon një kohë në fundjavë, për shembull e kam pak më të gjatë, ndërkohë që gjatë javës vetëm para se të hanë mund ta mbajnë pak padin, edhe i kemi bërë ca loja kështu fani. Për shembull mbaje padin, po ti mëso për shembull anglisht numrat, mëso anglisht ngjyrat ose bëj lojra. Ja, ose ti shpërblimi për një mision caktuar. Domethënë me idenë mos kufizimit, po edhe që mos na duket sikur janë ndryshe nga fëmijët e tjerë, po edhe që të jetë edhe pak diçka edhe të marrin jo që të bëhen të varur nga ajo gjëja. Perfekt. Do të qenë mirë me mësimin? Do të vërtetën apo të gënjen? Vërtetën. Kam qenë shumë mirë. Kam qenë shumë mirë. Kjo është vërteta. Kjo është vërteta, ajo thash se do më shani. Jo, pse? Ja, shumë mirë. Ua, përkundrazi. Kam qenë shumë mirë. Nuk kemi ato të bankës funin e i mori 10. Ç'është ky? Po thash ka dëgju Kurti, Cobaini dhe është mirë me mësimin. Ja, për atë punë kam gjuhë dhe unë Rammstein që 95, po mirë kam qenë dhe unë shkollë mesme. Shumë mirë kam qenë edhe shkollë mesme edhe në gjimnaz. Po pse shkova apo për ndjek traditën e familjes me u marr me shifra me. Desha me vazhdu për juridik, po bëm një se tip konkursin e kështu gjyqimi tus, ne humbëm edhe unë thash tu s'ka drejtësi. Edhe nuk i futëm drejtësisë, se doja juridik vetë. Po mund të kishe bën ndryshimin. Po, pikërisht, do të kishe futur më shumë, po. Ja, ndoshta, po ashtu e mendova atëherë, plus që mami mbasi filloi demokracia, se asaj si dhan drejtë e studimit, mbasi filloi demokracia, ajo filloi shkollën e lartë me 3 fëmijë dhe
ekonomikun me korrespondencë dhe unë doja që të ndiqja gjurmët e saj edhe më pëlqeu. Në fakt më pëlqen. Sot mendoj që kam marr vendimin e duhur. Është krenare mami për ty? Shumë. Jashtëzakonisht e shpreh gjithmonë edhe është çike me motive dhe më thot sa bukur fole për mua, sa bukur fole për gjyshen, ka shumë qef me të drejtën kur. I si do emocionohet tash që të shoh. Përshëndesim mamën. Maj lindën. Përshëndesim. Turdion. E përshëndesim. Ti ke filluar pastaj masi mbarove studimet në ekonomik, shkove jashtë për specializim në USA, në Angli. Vazhdova master, një pjesë doktoraturë, specializime, pastaj u ktheva në 2005-ën kur erdhi njëshi Partia Demokratike. U ktheve për këtë qëllim apo rastësisht pastaj hyre ke PD, si ka qenë? Jo, nuk desha me jetu jashtë, me thënë drejtën, se kisha menduar edhe më ofruan 2-3 mundësi opsione, po kisha shumë dëshirë që tisha këtu në Shqipëri. Plus edhe njofja me saj mirin, se ne jemi njof në punë atje, pedagog e fakulteti ekonomisë. E kishim mendu dhe diskutu që do ishte ardhmja jonë këtu. Perfekt. Po pedagogjia, si ka shku? Ke qenë pedagoge? Kam qenë pedagoge ke ekonomi, shumë mirë. Është një gjë që e bëj akoma dhe sot. Se kam bë këtë semestër. Vazhdoj. Këtë semestër se kam bë dot se prej fushatës. Po normalisht hako. Të mban edhe çik më mirë, se jo gjithmonë në parlament dëgjojmë gjërat më të mira dhe më të bukura. Të mbani çik kontakt me të rinj, dëgjoni pikpamje tjetër. Domethënë, gjithmonë jo. Po të jep një çik pikpamje tjetër edhe të ndihmon të lidhesh me realitetin, a? Çfarë duan njerëzit, çfarë mendojnë të rinjt? Si duken ato studentë në krahasim me ato më pashme? Klasat kanë ndryshuar, tash 80% janë goca. Nuk ka qenë kështu, po, ka qenë 50-50. Tani janë më shumë goca, ndoshta janë degët që japon për shumë ekonomiku, dhe i shofi çik më të pezmatuar dhe kur pyet kush do ikë lart, jashtë ngre klasa, gjysma klasës dorën, më shumë se gjysma. Kush do me ikë jashtë? Që mbathin. Po, ky është problemi i madh për mua. Normal. Është për gjithë, jo për ty. Na kanë ikë ca, me thënë drejtën. Edhe nga grupi juja? Apo miq, shoh. Miq. Jemi miq familjar që vetëm ikin vetëm. Unë për shembull motrën time nuk kam arrit ta mbaj këtu, ajo vendosi që si pëlqente, është sektor bankar, mbaroi masterin, ishte komplet sektor privat. Nuk ishte cilësia jetës që thoshte nuk është kjo e që duan. Ka ndërtu jetën në Gjermani me 3 fëmijë atje. Unë e kam menduar për veten time vetëm kur jam bë me fëmijë. Që si nuk hika. Kush më e mira për fëmijët e mi? Kush më e mira? Këtu e kam pyet veten. Dhe nuk ika. Mendoj që ndryshe nga ato që thonë që Shqipëria s'bëhet, Shqipëria bëhet. Po pra këto. Po për fëmijët, për fëmijët, se tash që janë rritë çik, për shkak kur shkojnë takojnë kushëritë e tyre në Gjermani, kërkojnë llogari. Pse s'kemi në kështu parku? A do ikim ke muzeu elefantëve? A do bëjmë këtë? Ta dish ti. Sa alle ka ky vend. Po ti e ke menduar ndonjëherë që mund të hikësh prapë gjithsesi në të ardhmen? Tani asnjëherë. Jo, tani asnjëherë. E kemi lidh si familje jetën këtu me këtë vend, dhe unë mendoj që jam shumë vonë që të ndryshoj karrierë, meqense morr vesh the motion, jam shumë vonë të futem një drejtimi tjetër, edhe kjo gjë që unë jam përfshirë tashmë 15 vite, e kam me vërtet me pasion. Nuk e bëj se është i punë, nuk e bëj se është politika diçka që i duket njerëzve fatkeqësisht i duket edhe shpeshherë njerëzve fitim prushtës, domethënë koncepti gabuar për politikën, e kam me vërtet me pasion. Kështu ka ndodhur rëndom. Në rastin tot mund të jetë ndryshe, po që ka ndodhur rëndom se çdo ndërgjendje ka ndodhur. Pranë e kanë njerëzit, domethënë që është ngulit menjë se po ju futet politikës, ju futesh vetëm për lek. Jo, është koncepti gabum për mua. Patjetër. Duhet ta ndryshojmë ne këtë, se kjo është e vërtetë. Kjo është kryesore. Po të marrësh vetëm rrogën në sheqart që s'ka si gjë për të dyshuar, çështja është. Por Shqipëria se bëhet, domethënë. Unë nuk jam që të dorëzohen njerëzit shumë shpejt e tikën, se të hikësh jashtë do thotë dorëzohesh, vetëm ta mendosh jetën individualisht, domethënë vetëm për vete, brenda atij qarkut familjes tënde dhe mos mendosh fare për ambientin që të rrethon. Ti ke bëj zgjidhje për shkakun, ti ke shku jeton, domethënë e ke aktivitetin tënd edhe këtu dhe jashtë. Unë kam jetuar edhe 4 vjet në Bologna, kam qenë për studime. Ke studiu po. Dhe për përfundim u ktheva dhe nuk s'kam mendje domethënë, edhe unë jam shpesh herë kam thënë vetes po sikur të ikë jashtë. Po, më mirë se sa ndjehem këtu, mendoj se kemi akoma për të dhënë për këtë vend, kështu që. Unë kam një shprehje me thënë drejtën kur më thon pse sikëm, po e kemi ka komuniteti jon si Tirana se Banana. Kështu që këtë e kam në të gjitha kuptimet, ë.
Edhe për sportin, edhe për qytetin. Po na i hobi tjetër përveç politika s'është hobi, është. Jo. Leximin, muzikën, edhe unë kam dhe sportin. Shumë. Jo vetëm apo rritesh tifozë Tiranës. Po pra po se tha po. Kemi ndarë shumë herë shkallët e stadiumit me Renisin. Po bën sport vet apo? Unë los volejboll vet, edhe futboll nuk di me los, me thëmë vetëm e shoh. Vetëm e shoh, nuk di me los. Po los volejboll edhe jam aktive hecje, hiking, çdo lloj gjëje për shtate. Edhe këtu e kemi nga babi, nga Sajmiri, që ja kemi futet e fëmijëve për të hequr çik edhe nga gjë më e mirë fakt. Nga rjetet, nga këto iPad-rat e gjërat. Shumë gjë e mirë është, shumë gjë e mirë. Po Tirana pse është kaq grop, Jurida? E ke për futbollin? Do i qajmë hallet këtu? Për futbollin si ka mundsi? Do i qajmë hallet këtu? Si ka mundsi? Shiko, Tirana është një, nuk e di domethënë, ti e ke parasysh çuni ime dëgjoj këngën tate. Se unë se kam këtu Spotify, po çuni ime dëgjoj atë këngën tate që Prova, në zonë Spotify dole 40 artistë atje vetëm ne si. Dreni që nuk e di a do më shohë tani apo jo, se ne përpiqemi që ti tregojmë çik jo shumë nga këto gjëra. I pëlqen shumë ajo kënga jote që ke për Tiranën, që dalin gjithë njerëzit, fillonin mbledhje çik me sigurisht, po e joti është ajo. Versioni jot prapë thosh. E joti është ajo. Edhe i pëlqen shumë ajo gjëja që është e ngjit me ngjak Tirana. Është që më vogli dhe çado jemi mirë, jemi keq e duam, në herë duam më shumë kur jemi keq. Dakor, po puna është mos zgjazi kaq shumë. E di se më thoshte babi mu, e pash zoti më shko në stadium se ngelet të hub. I them po si shkoj, si mos shkoj. Pak të ndjem nga afër dhimbjes. Rita, nëse ne jemi kurioz prap dum, ca gjëra do i themi, kupton? Ke, domethënë, kujtime të mira gjatë kohës që ke qenë nën kryetar bashkie për shkakun Tiranë? Kam të mira dhe të këqija. Mendon se për shkakun perceptim, le të flasim realitetin. Perceptimi është në kohë Lulzim Bashës kur ishte kryetar bashkie, paktën perceptimi publik është që s'është se ka bënë ai gjë të madhe. Duhet të filluar që nga trami për shkakun. Nga ato meme që e jepnin sikur po flitet gjumë në zyrë. Ajo sigurisht është propagandë e madhe, se po prapë edhe perceptimi publik domethënë sikur mund të kishte bërë më shumë. Shiko, për Tiranën nuk bën dot gjë me një mandat, domethënë gjërat që ti shohësh duhen kohë. 2 vitet e para, 2011-2013, ku ishte edhe mbështetje e qeveria, sepse është e nevojshme që të kesh mbështetje qeveri. Shumë gjëra ecën para. Për shembull sot është bë bulevardi se unë erdha këtu. Është bë bulevardi i ri, po fondet u gjetën atëherë. Ishte një fond Kuvajtit, qeveria e Partisë Demokratike, Bashkia e Partisë Demokratike. Pazari i ri është bë pikërisht me atë gjë. Domethënë kur ti nis nga një bazë që ishte 0, dhe të mos them që ka nis nga 0. U bë plani urban i Tiranës. Kishte gjëra të mira, kishte edhe gjëra të këqija. Ndoshta shumë njerëz nuk arritën dot me vërtet që të kuptojnë një model zhvillimi për Tiranën. Ndoshta ishte një mangësi që nuk u shit si duhet. Unë mendoj që Bashkia e Tiranës ka qenë e keq menaxhuar në kohë. Dhe ne në një kohë aq shkurtër nuk arritëm, 2 vite ishte zëvendës kryetare bashkie, 2011-2013, se pastaj shkova në parlament, nuk arritëm dot që t'japim një model zhvillimi që duhet patjetër që ta japim. Çfarë koncepti kemi ne për zhvillimin e Tiranës? Po ku çaloi kjo punë? Domethënë pse nisi çdo gjë nga 0, edhe kjo gjë është një gabim shumë i madh, se ti duhet të ndërtosh mbi diçka. Domethënë jo çdo gjë ta nisësh, fillon historia me mua, s'ka pse filloi historia me mua, siç e bën këto në fakt që e kanë marrë edhe tani. Bashkia ishte edhe fonde për pagat s'kishte. Domethënë 2 muajt e parë nuk paguheshin dot pagat. U gjetën fonde për projektet kryesore, sa u bë plani urban i Tiranës, duhet kishim shpenzu më shumë kohë me zbatim dhe jo planifikim. Domethënë, ti të rish dhe ti thush njerëzve prit se 2 vite unë do bëj planin dhe pastaj po. Domethënë, duhet të ishe gati në ditën 0. Dhe ky mendoj që ishte diçka që nuk shkoi mirë. Pastaj pjesa tjetër e meme për mua është një abuzim i madh, në fakt, po. Që është edhe jashtë. Edhe ka kundërshtarët. Po, që është edhe larg realitetit. Po që është vërtet, domethënë që duhet ishte përdor për të dhënë një model të mirë zhvillimi, pastaj kur ndryshoi qeverisja e 2013, se qeverisja e Partisë Demokratike deri në 2013, domethënë me Bashkinë e Tiranës ishte vetëm 2 vite, ka pasur mbështetje të jashtëzakonshme për shtetin lokal. E di si më thonë sot bashkit, të më thonë ti nuk shefi rrugë, shkon në Fark, shkon Petrel, shkon Qesara, këtu vinë vetëm për zgjedhje, si shkon këtu.
Nuk ka më infrastrukturë. Ose bëjnë projektet e veta që duan t'i bëjnë vetë aty ku kanë interes, që janë projekte akse kombëtare me koncesione, nuk ka më zhvillim lokal tani për bashkitë. Po mendoj edhe diçka tjetër, se kjo pjesa si tush që dëmi që ka shkaktuar që ka qenë përpara, kupton? Ti do të shkosh aty, do të rikuperosh dëmin, pastaj të fillosh punën nga zero, po themi. Kjo gjë përdoret shpesh edhe qeveria aktuale për shkakun këtë gjë përdorit paktën për të netë ca vjet rehat, që ne ju kemi premtuar, po tani që erdhëm ju se keni idenë se ç'a bëjnë në zyrat e shtetit, kupton? Po fund fare njerëzit. Ndërkohë që tashti me vërtet çfarë po bëhet këto zyrat e shtetit. Tash s'mund të ekzistojë lloj justifikimi sepse është qeveri që ka 3 mandate. Jo, e kanë fjalën kur të vim ne mbas 11 majit. Po imagjino do mund të thonë të njëjtën gjë ose? Shiko, u besoj që Partia Demokratike ka mësuar nga gabimet. Edhe një nga gabimet është fillon ditën 0, po ti e fillon gati me planin. 100 ditë e para dhe e dyta, dhe njerëzit nuk kanë më as dëshirë as nerva për dëgjuar ankesa. Sepse kanë filluar të reflektojnë dhe me vot, t'japin mundësinë, nëse nuk e shfrytëzon këtë mundësi, të penalizojnë prapë me vot. Kështu që besoj që të gjitha problemet që mund të kenë qenë përpara janë marrë edhe si mësime. Nuk ka asnjë ankesë, nga dita 0 fillon. Shpresoj. Për çfarë ndjesh krenarin politik? Domethënë, për krenar për gjëra që ke bë vet në gjatë kohës që e marr me politik. Shiko, unë jam përpjek me qenë një zë ndryshe. Edhe është që ke vështirë që t'jesh një zë ndryshe, se ndoshta më doj çik më shumë kohë. E kam bërë kritikën time edhe brenda Partisë Demokratike. Do vazhdoj ta bëj, përsa ko jam brenda familjes time, jam e djathtë ngen, nuk ndryshoj dot. Dhe ndoshta për këtë modelin e krijuar që njerëzit më dëgjojnë kur që flas për ekonominë, për këtë unë besoj që kam vendos disa gjurmë, të voskla, po ca gjurmë. Ndërkohë që si arritje kam një betejë që kam këtë të inceneratorit, që mua më del në ëndër, që ai komisioni hetimor që drejtova ka qenë për mua një arritje e mirë profesionale, edhe në gjykatë kushtetuese kam fituar një betejë me profesionistë të lirë ku qeveria vuri taks, u bëm gjithë bashk edhe ju kthye këtyre profesionistëve të lirë. Edhe ishte i sfidë sepse duhet tregosh që duhet kesh besim ke politika. Se është kjo gjë që thetish parë, gjithë njerëzit duke thënë, se po e përdor për politikë, se s'do fitoj gjë, s'ka për ndryshuar gjë. I thash do e çojmë bashkë deri në fund, edhe e çuam. Këto janë dy gjëra që po të kthej kokën mbrapa, më bëjnë ndjem mirë. Okej. Perfekt. Përse bënë dy mandate deputete? Jo, 3 mandate. Në 2013 kam filluar unë. Për herë të parë, ka qenë pak e vështirë kjo opozita, se 2 vite jashtë parlamentit, pushtet lokal në smorën pjesë. Parlamenti, mërshët dhe këtë? Mërshët rogën? Si funksionon? Jo të plota. Filloj zbriti vit në parë ku diun 50%, pastaj 70%, po me i pjesë, do më thënë jo të plota. Po kur hynë këta tjerë, ose i mërëshin këto? Qa më bete shaf, do mirë se këto dun njerëzit. Po pra, janë i shikë. Këto në gjitha pyetje tavolinash. Pyetje tavolina, hikën rrinë rehat e marrin dhe rogën. Jemi kurios për shumë të dim, sepse aty ti e di shumë më mirë se sa ne që ka dhe deputet që flasin njerë në 4 vjetë, në kupton? Ka që s'flasit dhe fare. Si është kjo, domethënë është nisëm personale që ti jesh aktiv apo e ke me detyrim, si funksionon kjo pjesa? Jo, në opozitë ne secili e ka me pasionet e gjën që bën. Un kam për 8 vite me radhë kam qenë deputetja më aktive e parlamentit. Edhe kauzat që kam ngrejt, çështjet që kam ngrejt janë tilla që të krijojnë debat edhe ti ndërvepron. Nisim personalisht si nisëm personale. Ka të deputet në parlament, sidomos nga majoranca, që kur ngrihet, më thot ndonjë kolegu, pse deputet është kjo? Domethënë është dhe kjo që thua edhe ti, që ka ca që s'flasin. Po në opozitë kur 100 veta. Shikon, kryesisht në opozitë, domethënë un po them 90% janë super aktiv. Të gjithë deputetët opozitës janë super aktiv. Po, ashtu do të jetë në fakt. Normalisht. Po me fjalimet merresh vet, gjitha po keni njëri që të ndihmon. Jo, un tani ka arritur një moment që un flas pa letër, është më mirë kur flet me letër. Se kur flet pa letër ti ke edhe nxitjen që duhet i kthesh përgjigje të gjithëve, as xhevap aty, po, e ngacmosh nga ato që thon tjerët. Po i diskutoj për shkak me këto 2 personat që përmendëm shpar me Anitën me Xhodin, që po çfarë flas sa javë, ç'është tema.
për shumë ishte i periudhë ku unë flisja vetëm për ekonominë, edhe I thosha, po prit ose më duket vetja si Forrest Gumpi. Por gjithë flasin për gjë tjetër, unë flas për ekonominë, tash prit. Por më thoshim, mo duhet ekonomia se njerëzit janë rrit çmimet, ja. Si edhe fushës edhe ke kompetencë. Po përpiqem që të kuptoj se çfarë duan njerëzit me fol. Tash njerëzit arrit një moment që ishte diskutime prindi 1, prindi 2. Ishin ca diskutime të tjera. Interesant është dhe diskutim. Po, është interesant si diskutim. Domethënë ishin ca gjëra që ndonjëherë të merr turma, që ai se duhet të flasë unë. Ndërkohë që njerëzit mund të kenë shqetësime komplet tjera nga ato që mendojmë ne që njerëzit gjatë kohës që jetë që I shëtit dhe I takon njerëzit. Çfarë kanë më shumë përveç se këtë pjesës ekonomia. Përveç kësaj. Ekonomia është kjo që tha Genti. Është shpresa për të ardhmen. Domethënë, pesimizmi, edhe familja shumë. Familja, fëmijët, shkolla, janë gjëra tjetër përditshme. Edhe për shembull unë dashim fushat, ne kemi nga që unë jam gjithë ditën fushat dhe kemi menduar që ta jap gjithë jetën në përditshmëri. Për shembull edhe kur bëj pazarin, për t'i treguar njerëzve që edhe unë bëj pazar. Nuk ma bën asnjë njeri e bëj vetë. Se kush jeton me mua ke lagja e di që e bëj pazarin. Për t'treguar që të njëjta shqetësime kemi edhe ne. Sigurisht që kur shqetësohem unë që kam I pag më të madhe, s'do thotë Renisi sa merr, por nuk e them sa marr. Jo ka dalë më ka dalë ka dalë rroga. Din gjithë njerëzit këto I din para dje. Ti sigurt janë kurioz për këtë gjë. Se ato komentet e Facebookut na shkruajnë ca që janë çik më lart, domethënë ato që shkruajnë njerëzit nuk janë reale, por nejse ka dalë. Po me Facebook merresh vet? Merrem edhe vet, merren edhe Anita me Xhodin që punojnë me mua. Unë I lexoj vet gjitha gjërat, postoj vet, po. Ndërkohë që kur tashin fushat, për shkakun se dal dot me I bë vet. Edhe e menaxhojnë. I lexoj vet komentet që ti kthej përgjigje ose ti shoh. Ishte I periudhë kur ishte ky debati I Partisë Demokratike që kishim ca komente më të nxehta. Çfarë faze? Debati I brendshëm I PD-s, domethënë. Që ishin me Lulin me ai kështu, ai. Edhe I lexoja vet komentet edhe për të kuptuar ndjesinë e njerëzve. Ishin çik më me pasion, se s'po gjej fjalën e saktë. Ja, drejt, po. Të lodhe herë kjo jeta publike, lodhesh në herë, domethënë duke qenë në qendër vëmendjes. Kam se si jemi në qendër vëmendjes kaq shumë sa duam, se si jemi kështu celebrity. Jeni se si jeni. Gjithkohës në emisione, gjithkohës. Po, shikoj, ne kemi kompromis në shtëpi. Unë shkoj në shtëpi në darkë, megjithëse mua më duhet për shembull të kthej përgjigje të bëj gjë, ne nuk shohim politik. Ne shohim Netflixin, edhe shohim sport. Domethënë, e kemi këtë marrëveshje që mos ta çojun gjithë gjën që ngarkohem gjatë ditës edhe në shtëpi. Marrë në 4 mureve je. Se Sajmiri për shembull është kritiku më I madh. Si e the kët, si e bën e kët, si. Po normal. Normale është. Bashkëshorti do të kritikoj edhe kur është nevoja. Kam një pyetje që mendoj që e vlen. Që e vlen. Ne kryesisht bën pyetje që vlen. Dërë tash I mirë ke qenë. Mirë jemi, gjithmonë. Jo, ne jemi gjithmonë mirë, edhe kur jemi keq, mirë na thon. Për sa I përket pozicionimit, domethënë, a mendoj se duhet të ishe pjesë e listave të mbyllura, kishe marrë punë, kishe hyrë në lista të miru pafshim. Jo, unë s'do kisha marrë punë asnjëherë, se do kisha punu isoj si listat mbyllura si të hapura, po tash është betejë ndryshe. Domethënë, tash gjithë gjëja që kam bën politik do të tregoj ja ka vlet apo s'ja ka vlet, sepse do votohem drejt për drejt, domethënë do më çojnë njerëzit në parlament. Unë mendoj që dua ta përdor këtë pjesën e listave të hapura për të rrit. Ta përdor si sfidë për të rritur edhe për treguar mbështetje. Do tregoj që njerëzit më mbështesin apo jo. A mendoj unë që dole para në primare dhe e meritoj? Mendoj që shumë modestisht që e meritoja. Po ishte diskutim I kalum. Përderisa ke edhe 3. Po pra. Normal që e meritoja. Po, ky është diskutim I kalum dhe s'du të merrem fare me atë që ka kalu. Tash ti e ka marrë këtë si sfidë që do e çoj deri në fund dhe do e fitoj. Po patjetër, po dhe shkuara tregon domethënë se çka ke dhënë, është normale. Prandaj jo si Tirana, domethënë do fitoj. Okej. Qenë vetë besimi. Isha në Prag, tash se kjo është për tu qesh. Sa më na tregoni kështu. Edhe më tha. Çfarë thonë atë nga Prag, ha? Ti ke gjitha të mira tha, vetëm I të keqe je tha. Ai thash, se ne jemi partizani tha.
I thash, "Ore s'ka si të keq që Partizoni", thash, "Ju bravo që jeni me Partizonin, po çati bëj unë", thash, kështu, unë jam me Tiranën. Isha as ndiko ke votë atë. Edhe Ças bova gjë. Jemi me Tiranën. Fare, më fare, nuk ka lidhje me modelin. Biles njerëzit tani e përdorin edhe me çik sportivitet, ë. Po, Kur humb Tirana sa kënaqen këto, thonë mos a humb di ajte këtu ajte humbët. Kurse këto Tiranës e kanë e piqenë ke Xhamlliku më duket. Ke Xhamlliku mblidhen çunat atje, ke Xhamlliku ishte ca kohë që na kishin ti e mamen që un kam qenë zëvendëskretare e bashkie dhe neve na kishin përjashtuar nga stadiumi. Nuk shkonin tifozat atje dhe duhet mblidheshin çdo ditë nga i shesh ndryshe. Erdhën protestuan edhe poshtë bashkisë ato. Mos dil ça do se kisha të burrin aty po. I çova mesazh ose mirë lutem, s'ka mundësi se vjen turp. Dhe mblidheshin çdo herë me i pikë ndryshe. Edhe këto çuna thanë, "Nëse s'bënin gjë për ekipin, atëherë do na japësh leje." Ku të mblidhej? Ke Xhamlliku e pa një ndeshje, pa një ke universiteti, nuk e di nëse të kujtohet, në pika ndryshme të qytetit. Kemi asistu. Kemi qenë bashkëvujtës. Edhe vazhdojmë ti. Jorida, ke miq nga PS-ja? Miq jo. Ndërkohë që dalësh pish në gotë, në kafe. Tashi, si është raporti politikanëve këtu në Shqipëri? Un kam ca nga PS-ja që kam pas në gjimnaz. Jo, është mohabet tjetër pastaj kur ke në gjimnaz. Për shembull, Ogertën dhe Elfën ne kemi qenë me klas. Edhe i kam pas me klas, kur takohemi këto darkat e gjimnazit që mblidhemi, diskutojmë, edhe kemi dhe afrintja themi njëra tjetrës, ça duket keq, ça më duket mirë. Pa asnjë kompleks. Ça shkon, ça nuk shkon. Ndërkohë që në politik nuk kam bën miq, po kam bën njerëz për cilët diskutojmë me njëri tjetrin për mendime që ja vlejnë. Për shembull, personi që unë debatoj më shumë në parlament është Erion Braça. Që e ke keq. Ndërkohë që personi që kur flet t'jep edhe drejt se kishe keq këtu është po Erion Braça. Se thot prit se nga kjo pikpamja ti ndoshta ke të drejtë. Tash Erion Braça është socialist dok, domethënë unë s'kam për të menduar asnjëherë si Erion Braça. Po ai e bën luftën e vet atje. Edhe ai ka qenë kryetar komisioni, unë kam qenë zëvendës kryetare komisioni, edhe secili ka respektuar hapësirën dhe mendimet e veta. Në këtë kuptim, njerëz për cilën ti ndan disa mendime që çfarë duhet më e mira. Si mund të jetë më e mira? Mo them shok ose shoqe që flet në telefon. Nuk kam kriju nga politika, nuk kam kriju. Shoqëri njerëz të majt sigurisht që kam miq, po nga politika nuk kam kriju. Po koncept, është normale të ndodh për shkak si mas mendimit tot? Po s'ka ndonjë gjë të keqe, domethënë s'ka pse të kemi komplekse. Mos m'ka ndodh. Po për shkak mund ka ndodh njerëz që i merr tashin telefon dhe thotë unë do votoj për ty, po burri nuk voton, se kam fëmaj. Ore i them si ka mundësi si ke mush me një burrit, po ndodh. Në një familje jemi dhe kemi mendime të ndryshme. Ja drejt është në fakt. Su kënaqem. Po mbiset për të ardhmen. Su kënaqem. Bëjmë një dhuratë Joridës nga të Fortit. Keca gjëra simbolike. Fortit është një nga sponsorat tanë, e çuna që merren në stampime me objekte me motive tematika motive shkëmbëtare. Keca gjëra interesante. Këto çunat sa mirë që ju mbështesin ju me këto gjërat e bukura që bëni. Po, ti gëzosh. Kjo pas ka shumë bukur këto me Shqiponjën. I kam bën gjëra shumë motive kombëtare, ha. Edhe emri shumë i bukur. Tiransa këto? Tiransa janë. Po që mund të jetë kështu të fortë, ja, shiko Danoç që kanë këta. Tiransa, po nuk e dim janë me Partizani apo me Tiranë. Po ka rëndësi. Falenderojmë edhe Jack Daniels, i cili na suporton gjithmonë. Shumë faleminderit Jack Daniels për suportin që na jep. Faleminderit edhe Lazar Way, që jeni gjithmonë pranë nesh edhe ne ju duam shumë. Faleminderit, shumë faleminderit për suportin. Si e shef Shqipërinë, Jorida? Njëherë, ke ambicje, për shembull një ambicje që më vjen mendje mua. Kemi ndonjë herë që mund të bëhesh kryeministër e vendit? E ke si ambicje domethënë? Shikoj, kur mos thuj kur se çfarë do ndodhi mbas ku diun 10 vitesh. Po pas një gocë Shqipëri. Unë jam në një fazë politike tash që kam aktualitet tjetër, ambicie të tjera. Jam me 3 fëmijë të vegjël, kam shumë gjëra. Kam shumë për të mësuar akoma nga politika. Po në të ardhmen ju asnjëherë nuk e di. Rëndësi ka që unë do të vazhdoj të jem politik. Domethënë do të vazhdoj të kontriboj këtu. Okej. Çfarë ndodh nëse PD humb
Po PD s'do humbi, nuk ka me në qofse. Ja, le ta flasim tamam tash. Mund të humbi se nuk është se s'ka humb. Po se pranoj do të bor. Se s'ka humb. Se çfarë do kishte fituar 20 rresh edhe mund ma thojë këtë. Shiko, unë nuk jam. Rastësisht dhe mund. Unë nuk jam nga ato që ndonjëherë edhe mund ndodhi thotë. Shiko, unë nuk jam nga ato që them në këtë rast nuk ndodh. Në mënyrë absolute do vdesim, do ecim mbi kufomën tonë nëse ndodh kjo gjë drastike. Po çfarë nëse do ishte gjë e dur për PD-n nëse do të humbte? Shiko, Partia Demokratike kësaj radhe ka betejë jo vetëm për veten e vet, ka për demokracinë, se 3 mandate janë shumë. Edhe ne prandaj duhet bëjmë çdo gjë që Partia Demokratike të fitojë. Le ta ruajmë atë si plan B. Shohim çfarë ndodh në të ardhmen. Po Partia Demokratike nuk ka asnjë opsion tjetër tani përveç se të fitojë. Edhe unë do angazhohem maksimalisht pikërisht që Partia Demokratike të fitojë. Këtu jemi. Mbas 11 maj tash, flasim për planin B. Jemi këtu me shpresë Zotit në qeverisje, pastaj gjitha planet e tjera janë në funksion të kësaj. Tash mos më thuaj që s'do ftosh më. Jo, Ja. Herën tjetër do bëj unë ftesën nëse ta bëj Dëgjoj, si deputet herën tjetër, ke sigurt, kështu që po që jam unë deputete jam, nuk kam asnjë diskutim. Si deputete si quhet kjo? Legjislaturës tjetër. Po, ashtu quhet. Kështu që ke sigurt. Nëse unë prisën e përgjigje, domethënë se do e me ditur, nëse larg qoftë, ndodh. Ke parasysh je dakord të reformohet partia, ti ikin ca figura të vjetra. Ti ikin, domethënë çfarë do partia ka nevojë të reformohet në çdo moment. Partia ka nevojë që të rigjallërohet, partia ka nevojë që brezin e vjetër ta ndërthurë me brezin e ri. Partia ka nevojë të bëhet më demokratike, të përmirësojë, për shembull primarët. Duhem përmirësuar si një mjet që i bëjmë të gjithë angazhohemi dhe t'i përdorim si standard për të ardhmen. Domethënë ka shumë gjëra që duhen ndryshuar në Partinë Demokratike, s'po them unë që është e përkryer. Po një gjë që më ka mësuar lufta brendshme e PD-s është që të gjitha mendimet e mia, edhe kritike, edhe zërin tim ndryshe ta them në strukturat e PD-s. Se tash çfarë nuk u tha në publik. Kështu që të gjitha gjërat ti përdorim edhe mendimet që kemi për ta ndryshuar partinë nga brenda. Se unë aty do jam. Patjetër. Një mesazh për të rinjt deshën e Jorida nga ana jote. Shiko, mesazhi im për të rinjt është që unë sa kanë ardhur fëmijët, jam përpjek që çdo gjë ta shoh me pikpamjen e gjës më të mirë, së pari për të bërë më të mirën sikur të jep për fëmijët e mi, edhe së dyti mua më kanë ndryshuar, kanë përmirësuar. Dhe unë dua që të rinjt të shohin tek politika shpresën. Po duhet ta bëj politika të riun që t'i japi alternativë, t'i japi frymë, t'i japi energji, që të krijojë besimin dhe thirrja ime për të rinjt është që mos ta hezitojnë politikën. Mos t'i thonë jo, të përfshihen, t'jenë aktiv, edhe na vendosin ne para përgjegjësisë, se duke refuzuar të marrin pjesë, e bëjnë edhe politikën më pak të përgjegjshme. Duhet na kërkojnë llogari, t'jenë atje. Edhe të votojnë, po edhe të refuzojnë, po ta bëjnë këtë me votë. Po pse ndodh kjo lloj përgjumje që e ka kaplu kryesisht rinin? Po them gjithë popullin, për shembull, nuk ngrehen për hallet e veta, ngrihen rrallë, ka mungesë organizimi. Po duhet ta them, pra këtë duhet ta them. Ngritjen këmbë, tash çfarë energjie ka pas Shqipëria ke armët kimike? A u bën bash njerëzit edhe e vun pozitë vështirë? Ke reforma e arsimit. A u bën bash studentët e vun pozitë vështirë? Ka shumë raste kur bën bash, këtë duhet krijojmë ne, këtë besim. Dhe unë besoj që kemi 50 ditë kohë për t'i treguar njerëzve për ta ngritur këtë frymën. Edhe për t'i bërë pjesë të rinj, kështu që unë për të rinj kam një ofertë një thirrje që të bashkohen mua ke stafi im. Se kemi këtë stafin e ngushtë të vogël që të bashkohen. Unë do jem edhe në Instagram live, se shumë të rinj kanë thënë që duhet dalësh live në Instagram, do jem çdo të mërkur live në Instagram, do nis me të rinj këtë bashkëbisedime. Mërkurën e ke lënë. Mjafton mos jesh në orën 7. Jo. Nuk jam. Mbas juve. Mbaroni juve, prandaj kam lënë mërkurën. Mbaroni juve. Godini shumë aty anë. Pastaj vazhdoj. Edhe do të thonë shkruajnë mesazhe, komente dhe ti kthe përgjigje, do të filloj bashkëbisedim, çfarë mund të bësh për të rinjt dhe për ta përdor këtë periudhë për të bashkuar shumë njerëz rreth Partisë Demokratike, rreth meje, rreth alternativës për të bërë një grup që të krijojë besim ke politika. Okej. Ne falenderojmë shumë. Unë ndiha shumë rehat
Edhe qesha se më thon njerëzit pse nuk qesh kur e bëj intervista, pse ka serioze. Ne ke qenë mëse natyrshëm domethënë çdo gjë, kështu që ne nga që niveli jashtë politikës e bëm si muhabet, edhe morëm edhe Gentin me vete. Kjo është më e bukur, që të jemi sa më të natyrshëm. Faleminderit shumë që erdhën. Shumë faleminderit juve. Suksese. Edhe ndjes që su vesh edhe unë me Xeza si puna juaj. Rëcika që e kështu sportivçe, nuk e kështu. Ishte porosi. Isha me kostumun me aktivitet përpara, edhe këto çunat që ndjekin podcastin tuaj, që më thanë do shkosh Karinisi, kishin shkruajt aty ke grupi, se mos vishesh kështu. Mirë, pas kanë bën. Duaj që të ndrohesha që. Ose edhe veshja të ndikon nga ana emocionale, bëhet më serioz kur vesh kostum. Edhe përgjigjet i japshin dëgjoj se unë mendoj që dëgjoj se ne ndryshe. Shumë faleminderit. Shumë suksese, sepse unë kam bindje që suksesi është i garantuar. Shumë faleminderit. Suksese. Ladies and gentlemen, shihemi javën tjetër. Ciao. Ciao.